E nderuar ushtrues detyre presidentes Albulena Haxhiu. I nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër i Kosovës Albin Kurti. I respektuar zëvendës kryeministër Glauk Konjuca. E nderuar zonja Donika Gërvolla Shfarç dhe Faton Peci, bashkëpunëtar të Partisë Buzëllë, partner të koalicionit. E nderuar zonja Mimoza Kusari Lila, kryetare e Terapivës dhe partner e koalicionit. I nderuar zoti Zef Morina, kryetari i Partisë Shqiptare Demokristjane dhe partner i koalicionit. Të dashur ministra dhe kryetar komunash, të dashur kandidat për deputet nga Perizaj dhe nga gjithë Kosova, aktivist, motra dhe vëllezër. Teksa po e shoh këtë palestër të buzur, plot e përplot me njerëz që besojnë në rrugën e nisur dhe në vizionin e qartë të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të kryeministrit Albin Kurti, besoj fuqishëm se fitoria është afër. Nga Periza i rezistencës, i punës dhe krenaris, po e hapim fushatën sepse këtu jemi për ta vullosur fitoren e 7 qershorit. Sonte jemi me kokën larg në këtë palestër që mban emrin e presidentit Bill Clinton, njeriu që për popullin ton është emblem e lirisë, aleancës dhe pavarësisë së Kosovës. Nuk është rastësi që pikërisht në Perizaj po e hapim këtë fushat, sepse ky qytet unik ndahet me kurudh, por bashkohet me zemër dhe me kauz. Prandaj si sot, edhe me 7 qershor, Perizaj do të jetë krejt për shtetin me besimin e fuqishëm se vullneti qytetar do të jetë shtet për krejt. Nga ky qytet moshatar me lidhjen e Prizrenit, që lindi në të njëjtën epokë të zgjimit të kombit shqiptar, ne duhet të vazhdojmë traditën. Duhet të zgjohemi të gjithë me 7 qershor që ta marrim fuqinë e duhur që shtetin ton ta drejtojmë edhe më tej me dinjitet, integritet dhe prosperitet. Qyteti ynë është ndër më të rit në Kosovë, por me histori të buqme e begati të mëdha. Lypeteni krenar qëndron mbi Perizaj si rojtari përhershëm kësaj ane. Një qytet me 2 rrjedha bifurkacionin e famshëm dhe në rodhime, por me një zemër. Vatër e ndërmarrësisë, punës e mjeshtrisë. Qytet i njerëzve që nga druri kanë ndërtuar jo vetëm mobilje, por dinjitet, familje dhe ekonomi. Perizaj ka lënë gjurmë në kohë nga se edhe në kohët e errta nuk heshti. Hekurudha ishte vendi ku u formsua rezistenca jonë, nga se binarët nuk ishin vetëm shteg udhëtimi, por linë rezistence. Sot jemi të lirë falë luftës së çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndihmës së aleatëve tanë. Nga ky vend, pa kilometra më tej, qëndron edhe Bond Steel, baza amerikane që është garanci e sigurisë tonë, e paqes dhe prosperitetit tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nuk harrojmë kurrë kush na doli në krah në ditët më të vështira, siç nuk harrojmë as kush na ndihmoi ta fitojmë lirinë e ta ndërtojmë shtetin tonë. Prandaj askush nga ne nuk ka kërkuar kurrë qira për ata që erdhën për ta mbrojtur Kosovën. Përkundrazi, kryeministri Albin Kurti ka kërkuar që ky kamp të shndrohet në bazë të përhershme për aleatët tanë amerikan, sepse miqësia me Amerikën nuk matet me tokë, por me gjakun e derdhur për liri dhe me bashkëpunimin me aleatët tanë amerikanë. Një parti
Parti opozitore e keni sot në shesh dhe po garojnë me motën Stop Kriza. E ne kemi përgjigje për ta. Krizë ishte kur Telekomi u soll në prag të falimentimit nga abuzimet milionshë. Krizë ishte kur terminalet private kontrollonin shtetin e jo shteti terminale. Krizë ishte kur veriu dominoi nga barikadat e grupeve kriminale serbe që qeveria kur i shpartalloi ato. Është bashur pra të vi qeveria jonë për t'i ndaluar këto kriza. Prandaj, ata që i kanë shkaktuar këto kriza nuk mund t'a bindin askënd se i ndalin ato. Qytetarët i besojnë kryeministrit Kurti sepse janë bindur se vetëm me të në krye ja dalim, e jo me ata që shkaktuan kriza e problemet. Jo është Kosova jonë, krenare, mirënjohëse dhe dinjitoze. Prandaj sonte nga Ferizaj, rezistencët dhe krenarisë, ne po hapim fushatën dhe kapitullin e fitores son të radhës, për Kosovën që ecën përpara për Albin Kurtin. Kjo nga se lëvizja vetëvendosje ja di rendin, ja di nevoja, rrugën dhe drejtimin. Fitoria na takon neve sepse qëndruam besnik popullit, shtetit dhe rrugës së drejtë. Në 7 qershor, Ferizaj dhe Kosova do të flasë fuqishëm, do të flasë me votë, do të flasë me besim, do të flasë me numri 116. Prandaj, do t'ja qesim pikën bashkë me lëvizjen vetëvendosje, me kryeministrin tuaj dhe tonë Albin Kurti, të cilin e ftoj në skenë që të shpalos programin e fitores. Të dashur qytetarë të Ferizajt, mirë se ju gjej këto në sallën e sporteve Bill Clinton, që që tha edhe Enver Haliti, Ferizaj është qytet me tradit e me kultur, është qytet i njerëzve patriot e punëtor, po na e dim që Ferizaj është edhe mesi ndërmjet Prishtinës e Shkupit. Ferizaj është qyteti Hekurullës. Hekurullës e stacionit hekurullor. E sot 4 stacione hekurullore në veri të Ibrit janë nën kontroll të Republikës Kosovës. Stacionet hekurullore nuk i doni vetëm ju, po i duam të gjithë ne. Dhe atë i duam gjithandej nga janë ato stacione. Këto 4 që tashetutje do t'jenë në kontrollin e institucioneve tona shtetërore, janë në Zubin Potok, në Zveçan, është Slatina Ibrit dhe në Leshake Leposavić. Pra 4 stacione hekurullore janë tash në kontrollin e Republikës Kosovës.
gjatë ti mandati që lam pas, kemi punuar për nënat e fëmijët, për veriun, për bujqësinë e për ushtrin, këto vazhdojnë. E në mandatin e ri kërkojmë mbështetjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial që është bërë ndonjëherë në vendin tonë. Investime strategjike në Trepç, gazifikim të Qymyrit, 4 hekurulla treja, 5 diga treja, 20 stadiume që ndërtohen ose renovohen, pastaj 3 hotele të mëdha me pista treja, skiimin Brezovis, Malit e Sharrit dhe qendra turistike të Lagjini në Rrugovë e Ndjesht në Emëna, çdo vit së poku 1 miliard euro shpenzime kapitale dhe në 4 vjeçarin e ardhshëm do t'i kemi 1 miliard euro për prodhimtarin dhe 1 miliard euro për ushtrin. Të gjithë ata që do të prodhojnë, kur të marrin kredi investive në banka, do t'a kenë shtetin e Kosovës garanci pa nevojë për ta lënë hipotekë, tokën, veturën apo shtëpinë. E nga banka zhvillimore e te 100 milion euro garanci kreditore për investimet e diasporës do t'jemi në shërbim për prodhim. Po ashtu, 1 miliard euro edhe për ushtrin tonë. Ushtrin që kemi gjetë me 2200 pjesëtar, ja kemi shuar edhe mbi 2700 pjesëtar, e kemi 3 fishu buxhetin, i kemi 4 fishuar trajnimet jashtë vendit dhe lajmi më i ri që mora vesh të dashur qytetar është që në fazën e të rekrutuarve të ri për forcën e sigurisë Kosovës, për 320 vende tashmë kanë aplikuar mbi 2003. Pra ma shumë se 6 veta për një vend në FSK. E me 1 miliard euro blerjeve të armatimit me këtë 1 miliard euro, blerjeve të armatimit dhe pajisjeve ushtarake, do t'ja bashkangjesim edhe fabrikën e dronëve dhe fabrikën e municionit dhe rezervën vullnetare që çdo qytetar i Republikës Kosovës do t'i kryej trajnimet verë e dimër, disa javë dhe do t'a ketë pajisjet prej qizmeve deri tek arma në adresën e caktuar në kazermën e veçantë të Forcës Sigurisë Kosovës. Rritjen ekonomike e kemi 4%, pra kena mundësi edhe me shpërnda mjete, sepse ka rritje ekonomike. Rritje ekonomike më së shumti është duke përjetuar pikërisht sektori privat, që është bardhësi kryesor i punësimit për çka i falenderojmë bizneset tona të ndershme e punëtore. Për 6 vjet u është 2 fishu qarkullimi nga 12.5 miliard në 25 miliard, ndërkaq ma shumë se 2 fishe gjys ju ka rrit fitimi prej ma pak se 900 milion euro para të qeverisë sonë deri në vitin e kaluar kur ishte 2.3 miliard euro. Dhe këtë rritje ekonomike ne përveç se shpërndojmë duhet të kujdesemi që dhe të ketë drejtësi. Ata të cilët kanë zhvatur në të kaluarën, qofshin ato pasuri natyrore ose buxhet shtetëror, duhet ta kthejnë euro më euro, cent më cent në shtetin e Kosovës,
sepse do të themelohet e funksionoj byroja për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme e të paligjshme. Pasi që në muajin mars, më në fund i kthyem të gjitha terminalet doganore në shtet, tash në fund qershorit, si vjet, pra për një muaj, do të nisin orkat fiskale digjitale. Vazhdojmë mandej me sistemin e ri të faturimit elektronik ndërmjet bizneseve, gjë që e automatizon rimbursimin e TVSH-s. Për ta mbështetur likuiditetin e bizneseve në Ferizaj dhe Onembon Kosovës, pagesa e TVSH-s për mallrat që hynë në kufi do të zhvendoset nga kufiri në deklarimin brenda vendit, data e pagesës së detyrimit do të kaloj në muajin pasues nga muaji kur ka lindur detyrimi në kufi. Por veturat e importuara nga Bashkimi Evropian, do të hiqet taksa doganore për 10% duke ullur koston e blerjes për qytetarët. Ligjin për çmimet tavan, i cili është miratuar në këtë pranverë, ai do të ndihmojë në parandalimin e abuzimeve me marzhat tregtare dhe të manipulimeve në treg në mbrojtje të konsumatorëve dhe të tregtarëve të ndershëm. E këtë të dashur Ferizajas kemi mundur ta kemi qysh në dhjetorin e vitit 2022. Merrni me mend, në dhjetorin e vitit 2022 ne kemi kaluar ligjin për çmimet tavan për produktet bazë. Para 3 vjetëve e gjysmë kemi kaluar. Mirë po, bloku opozitor e pa çun gjykat kushtetuese 3 vjetë e gjysmë i kemi humb pa ligj i cili e mbron konsumatorin ton dhe biznesin e tregtarin ton të ndershëm nga manipulimet e ndryshme duke vendosur çmim tavan për produktet bazë. Sidoqoftë, nga kjo pranverë, më në fund 3 vjetë e gjysmë me vonesë e kemi ligjin dhe ju do të mbroheni karshi çmimeve të larta që mund të vendosë dikush për të keq përdorur situatën që kanë bërë në kaluarën. Do ta kemi valutën digjitale të bazuar në blockchain dhe gjithashtu do ta nisim themelimin e një kompanie ajrore me kapital publik në partneritet me aktorë të rëndësishëm të industrisë së aviacionit brenda dhe jashtë vendit. Do ta jetësojmë programin Onembon e integrojmë trafikun urban dhe ndërurban me një bilet të integruar, jo 2 bileta 3. Ton muin veç një bilet, veç 10 euro gjithandej në Kosovë të mund të shkritni si qytetarë që doni për atë tuaj Republikën e Përbashkët. I kena mbështet familjet nga subvencionimi i energjisë elektrike deri te shtesat për fëmijë. Në mandatin e ri do ta shtojmë edhe një program tjetër dedikuar për gjyshërit në familje me fëmijë të vegjël prej 13 deri në 36 muaj kur ju punojnë të dy prindrit nga 100 euro gjyshës e gjyshit kur kujdesen për fëmijët e fëmijëve, për nipat dhe mbesat. Edhe për nënat Lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i kena nisë shtesat kanë qenë 107 euro në muaj se paga minimale ka qenë aq. Në vitin e kaluar u bën 325.9 euro dhe ju e dini që nga ky muaj nënat Lehona i marrin 500 euro në muaj për 6 muaj apo 3.000 euro në vit. Dhe njëkohësisht na i kemi nisë për herë të parë edhe shtesat për fëmijë. Një herë 10 euro e 20 euro. Ju e dini që tash shtesat për fëmijën 30 euro, 45 euro, mandatin e ardhshëm, mas zgjedhjeve të 7 qershorit, 2 fishon, kush i ka deri në 2 fëmijë, i merr ka 60 euro në muaj për fëmijë, pra 120 euro, kush i ka 3 fëmijë e më shumë, i merr ka 90 euro, pra për 3 fëmijë, 207 euro, 4 fëmijë, 360 euro, 5 fëmijë, 540 euro,
Sa ma shumë fëmijë, qaq ma shumë shteti do t'ju mbështet. Paga minimale nuk tatohet. 425 euro është tani, prej një korrikut bëhet 500 euro, biznesit vogël 3.000 euro të para, falni 6.000 euro të para, nuk i tatohen. Për shkak se derin 500 euro nuk ka tatim. Kush do që e ka një biznes të vogël, në fitim 6.000 euro të para, tatimi 0. Pagat edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, jënë rritë për prafërsisht 50%. Me këtë trend, në mandatin që vjen, paga mesatare e kalon 1.000 euro në sektorin publik, dhe raportin ndërmjet pagës më të lartë dhe pagës më të ulët, prej 20 me 1 e kemi sjellë në 4 me 1, që do të thotë se me qeverin tonë edhe rritën pagat edhe zvoglohet pabarazia. E të dashur Ferizajas, që nga ky vit do të fillojmë dialogun me sektorin privat me synimin që sa më parë që t'jetë mundur, paga e 13 zbatohet jo vetëm në sektorin publik, por edhe në sektorin privat. Kurse si vizion do të fillojmë edhe bashkërendimin me sektorin privat për ta mundësuar futjen graduale të pagës së 14. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse si e tillë i ofron secilës familje ma shumë siguri për pushimet, shpenzimet sezonale dhe nevojat familjare. Do ta bindim sektorin privat, që kjo është mënyra e duhur për të siguruar edhe ma shumë stabilitet të vetë bizneset e tyre, ma shumë fuqi blerëse për produktet dhe shërbimet e tyre, ma shumë motivim nga ana e punëmarrësve dhe gjithsesi ma shumë mobilitet të punëtorëve nga një ndërmarrje të tjera. Dhe i falenderojmë bizneset në Kosovë që tashmë disa prej tyre e kanë vendosur pagën e 13 në planifikimin e tyre vjetor për punëtorët e tyre. Në vitin e parë qeverisjes tonë e patëm bërë shkollimin në universitetet publike falas. Me qeverin detyr e kemi realizuar zotimin tonë për bursat e mobilitetit për student, një program për 20 milion euro, me qërast të sa ma largë që studiojnë studentët nga vendi i lindjes të tyre, aq më shumë do të mbështeten dhe do të përfitojnë. Mbështetjen me bursa do të azgjerojmë edhe për studentët e kolegjeve private, jo vetëm për universitetet publike, dhe gjithsej në mandatin e kaluar kanë qenë 18.000 bursa, 20 milion euro. Prej këtyne 18.000 bursave, 7.200 bursa, apo 40% kanë qenë për STEM, shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematik. Para neve ata, 4.000 bursa i kanë pas as qerekun e bursave tonë, ndërkaq në mandatin e ardhshëm ne do t'i dyfishojmë këto që kemi bërë në mandatin që shkojnë. Çdo qytetar do të ketë mjekun familjar dhe kujdesin parsor mjekësor. Prej vitit 3 fillon plani për kontrollin e mbikëqyrjes shëndetësore për çdo qytetar. Çdo vit secili do ta ketë një kontroll të plot mjekësor i njohur si check-up, i cili do të parandaloj dhe do të ndihmoj kundrejt çdo rreziku që vjen nga problemet shëndetësore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për sigurimet shëndetësore, radhën e ka sistemi informativ shëndetësor dhe mandej funksionalizimi i sistemit të sigurimeve shëndetësore. Aktualisht, shërbimet shëndetësore mbulohen kryesisht nga buxheti i shtetit në institucionet publike. Sigurimet shëndetësore nuk nënkuptojnë shërbim falas, ato janë mekanizëm solidariteti dhe mbrojtje sociale, i financuar nga shteti, punëdhënësit dhe të punësuarit bashkë. Në këtë mënyrë, askush nuk do të përballet me varfrim apo falimentim si pasojë e një sëmundje angjarje të rëndë shëndetësore.
Jemi duke punuar për ndërtimin e spitaleve të reja në Ferizaj dhe në Mitrovic. Gjatë vitit 2026 do zbatohet plani për funksionalizimin e shërbimit të rezonancës magnetike në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, Gjakovës dhe Gjilonit. Ndërsa në qendrën klinike universitare të Kosovës do të vendoset rezonanca magnetike 3 Tesla e teknologjisë së fundit. Në fillim mandatit, çdo spital publik në vend do të pajiset me shërbimin e tomografisë kompjuterike që njihet si CT, e qytetarët do të kenë qasjet barabartë në diagnostikim në të gjitha rajonet. Në bujqësi, mandatin e kaluar i kemi mbështetur 120.000 fermer me 300 milion euro. Tash që po flasim, kjo është rrit, janë bërë 150.000 fermer e 350 milion euro. Për herë të parë mbështetja ka shku aty ku duhet, te fermerët e vërtet dhe janë dalë abuzimet e ndryshme të cilat e kanë dëmtuar edhe bujqësinë edhe bujkun. Mandatin ton 3, përqendrimi do të jetë rregullimi i tregut prodhimeve bujqësore, rritja e produktivitetit, konkurrueshmërisë, siguria ushqimore, rrjedhësimi i mbledhjes dhe i shpërndarjes së produkteve bujqësore. Pas subvencionimit të aksizës naftës për fermerët, tani do ta krijojmë skemën kombëtare për sigurimin e prodhimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Fermeri nuk do të pres me muaj të tërë për vlerësime dhe dëmshpërblime. Do t'i rrisim investimet në prodhim vendor bujqësor përmes mbështetjes direkte të fermave, të pemishteve, serrave dhe të blegtërisë. Asisoj ndihmojmë uljen e kostos prodhimit, rritjen e rendimentit dhe forcimin e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore brenda edhe jashtë vendit. Për të garantuar sigurinë e furnizimit me ujë, do të ndërtohen 5 rezervuar të ujit, liçene akumuluese, Dragaqin të Suarekës, Firaj të Shtërptës, nga e cila përfiton shumë Ferizaj, pastaj Desivojës të Kamenicës, në Pollot të Podujevës dhe në Kuqic të Skënderaj. Në fshatrat tona e di që ka shumë probleme me kanalizime, mirë po zgjidhja që adreson me efikasitet këtë problem është ajo e impianteve të vogla. Çdo fshat i madh apo grup fshatrash do të ketë impiantet e veta të trajnimit të ujrave, impiantet e vogla do t'i nisim nga kanalizimet pranë rrjedhave të lumejve dhe burimeve ujore. Tjetra, me investime publike e private, kapacitetet e burimeve të ripërtrishme po trefishohen. Nga projektet e nisura do t'i kemi së paku 305 MW energji me erë, ndërkaq 250 MW me diell. Do t'i vazhdojmë investimet në termocentralin Kosova A dhe termocentralin Kosova B, duke shtuar kapacitetin për së paku edhe 20 vite. Kapaciteti prodhues si termocentrali Kosova B po rritet për së paku 20% apo 120 MW bruto, ndërka që emetimet e pluhurit ulen për 97% e emetimet e oksideve të azotit ulen për 75%. Rehabilitimi i thellë i njësive termocentralit Kosova A e rrit kapacitetin prodhues për 60%. 80 MW bruto për njësi e në mandatin ton së paku 2 njësi, pra 160 MW shtesë të termocentrali Kosova A. Njëkohësisht do ta intensifikojmë bashkëpunimin me Shqipërinë për ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta, pas bashkimit të tregut të energjisë elektrike përmes bursës shqiptare Alpex, po vazhdon integrimi rajonal i tregut, paralelisht po bëhen përgatitjet për integrimin e Kosovës në tregun evropian të energjisë. Do të ndërtojmë edhe sisteme të reja të ngrohjes qendrore dhe do të dyfishojmë kapacitetet e mbulueshmërisë për ngrohjen qendrore në Prishtinë. Ndërkaq, gjatë mandatit, pavonesa fillon puna për ngrohje qendrore në qytetet Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pej, Mitrovic, Fushkosov, Podujev dhe Lipjan.
Në mandatin e ri, do të fillojmë me ndërtimin e linjës hekurudhore Gjakov-Shkodër, në kuadër të asaj Prishtinë-Durrës, dhe gjithashtu do të projektojmë linjën hekurudhore, që e lidh Prizrenin me Ferizajin, me Gjilanin dhe me Bujanosin. E përgatisim linjën Prishtinë-Aeroport dhe përfundon linja hekurudhore 10, hani e lezit që kalon në për Ferizaj, për në Fushë Kosovë, për Mitrovic, për Leshak. Pas regjistrimit popullsisë, do të anisim një transformim të thellë dhe të qëndrueshëm për buxhetimin e komunave. Dhe qeveria jonë ka dhënë tashmë mbështetje rekord për komunat e Kosovës. Konkretisht, buxheti për vitin 2026 është 867 milion euro për komunat e Kosovës, e kjo i bjen që është 59% më shumë se sa në vitin 2021, kur e kena marrë qeverisin. E tash të dashur qytetarë të Ferizajt, po dëgjoj, po flitet që ja qeveria Kurti nuk po investon në Ferizaj. E pa vërtet, mos ju besoni atyre që flasin kështu. Më lejoni t'ja u kujtoj, kujdesin që qeveria jonë, qeveria juaj, ka pasur ndaj qytetit të bukur e të mirë të Ferizaj. A jeni gati? Qendra kryesore mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim. Spitali i qytetit, 29 milion euro investim. Punimet kanë filluar. Rruga magjistrale, projekt që po zhvillohet me intensitet lartë, me cilësi të madhe, me synimin që të përfundohet në tetor si vjen. Stadiumi i qytetit në Ferizaj, investim 19 milion euro, tejet i rëndësishëm për lojrat mesdhetare 2030. Gjimnazi Ismail Qemali, 500.000 euro për restaurim të plot. E shpëtuam nga ta që donin të vinin flakën, na e rindërtuam. Palestra në Greme, 1.5 milion euro e përfunduar. Kisha Katolike në Ferizaj, 1.3 milion euro për restaurim, drejt përfundimit, xhamia e madhe e qytetit, 1.5 milion euro për restaurim, si që keni parë, po punohet me intensitet lartë. Teatri i qytetit, 1.2 milion euro për restaurim plot, punimet kanë filluar. Qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundimin e projektit nga qeveria jonë, për krahja për bujqësin, 12.2 milion euro për 4.159 fermer nga Ferizaj, qerdhja në rrugën Recep Islimi, 740.000 euro. Shkolla profesionale, 665.000 euro, shkolla model, 767.000 euro financim shtes, shkolla në Talinoc, 1.25 milion euro e përfunduar, shtëpia Hasan Fazlis në Koshare, 100.000 euro, investime në energji eficiente në objekte publike, mbi 800.000 euro. Por ja dhe disa pi projekteve që po i realizojmë. Rrugë të Jezersit, 5 milion euro për zhvillimin e turizmit malor. Rruga Pleshinës, 1.9 milion euro. Rruga Komoglov, fshati vjetër, 1.5 milion euro. Rrugët dhe trotuarët në fshatin Zllatar, mbi 3 milion euro. Rruga Prelezi Jerlive Kosin, 650.000 euro. Asfaltimi i rrugës Tern Kosin, 2.4 milion euro. Dhe dashur Ferizajës nuk mbaron me kaq, sepse Ministri Dimal Bosha më njoftoi për rrugën Talinos-Strahovic, e cila është në gjendje aq të keqe sa është bërë e pakalueshme dhe
pavarësisht premtimeve të komunës, nuk është rregulluar asnjëherë. Dimoli e ka dritën jeshile për ta rregulluar rrugën Talinoc-Raovic. E pra urimet gjithve të gjitha fshatrave që përshkohen nga kjo rrugë, pra derisa ata tjerë premtojnë kot, ne realizojmë fort. Kurishat e sektori privat, mos harroni të dashur punëtor, që në sektorin privat sot është hap aplikimi për shtesën e njëhershme 100 euro. Ky ka qenë zotimi yni për vendimet e qeverisë Kurthi 3. Ta shvevini po që shpëna akuzojnë e përna sulmojnë, pse pe i përmbushim ne zotimet tona që i kemi dhënë ndaj juve. Se këta janë mësumës pe i përmbush zotimet, po na i përmbushim zotimet. Krejt çfarë bëjmë ne është përmbushje zotimeve tona. Pra, të gjitha brimat e piskamat që i nini nga akuzat e sulmit kundër neve, janë veçse realizim i zotimeve tona. Ne juve ju duam sinqerisht, ne punën e marrim seriozisht, prandaj edhe atë që zotohemi e realizojmë dhe e realizojmë sepse jemi zotuar nga ju. E në vijim, në Ferizaj do të keme edhe investim në rrjetin dhe infrastrukturën energjetike, sidomos në lagjet Vëllëzrit Gërvalla, Kadrizeka dhe në fshatrat Muhoc, Talinoc dhe Bibaj. Do të bëjmë edhe shpallje me urgjencë bjeshve të Jezersit dhe Grykës në Rëdimës si park kombëtar në mënyrë që ta ndalojmë degradimin që po i shkaktohet natyrës nga ndërhyrjet si në zonat e pyllëzuara, ashtu edhe në rrjedhën e lumit në Rodimka. Gjithçka duhet të jetë sipas rregullit dhe ligjit, edhe të kënaqemi me burimet natyrore, edhe të mos e shkatërrojmë a dëmtojmë natyrën. Gjatë këtij viti, përveç se do të vazhdojmë me mbështetje për policinë e Kosovës, vjen edhe nisma ligjore për themelimin e Gjandarmerisë së Republikës Kosovës. Gjandarmeria do të ketë për mision mbrojtjen e sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial të Republikës sonë përmes sigurimit të kufive, sidomos vijës së Gjelbërt, që është vija e kufirit jashtë vendkalimeve kufitare, pastaj luftimit të terrorizmit, menaxhimit të situatave me rrezikshmëri të lartë, mbrojtjes së infrastrukturës kritike dhe të objekteve strategjike të vendit. Nga 27 shtetet Bashkimit Evropian, së paku 18 prej tyre, pra 2/3 kanë gjandarmeri. Mund të mos e quajnë gjandarmeri, për shembull italianët i quajnë karabinier, mirë po bëhet fjalë për të njëjtën informacion. Pra, së paku 2/3 e vendeve të Bashkimit Evropian kanë gjandarmeri, edhe Republika e Kosovës do të filloj me gjandarmeri si vjet, sepse pa vonesa në Kuvend të Republikës të legjislaturës 11 do ta çojmë propozim ligjin e qeverisë sonë, e qeverisë suaj për gjandarmerinë e Republikës Kosovës. E për ushtrinë e Kosovës, do ta kemi jo vetëm fuqizimin me rritjet numrit pjesëtarëve që si vjet i kalon 5.000, jo vetëm shtimin e armatimit modern. Para qeverisjes sonë të dashur qytetar, Forca e Sigurisë Kosovës i ka pas veç 2 lloj armatimit, veç Glock edhe Heckler kanë pas. Ma shumë ka pas armatim në përroda se në kazernë. Me qeverisjen toni kanë mbi 14 sisteme të armatimit. Do ta forcojmë ushtrinë tonë, sepse duam të integrohemi në NATO, ku edhe do të përfitojmë, edhe do të kontribuojmë. E në frymën e idealeve të dëshmorëve të kombit,
të luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, invalid e veteran, do ta krijojmë një njësi të përbashkët Forca e Sigurisë së Kosovës me forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë. Do ta mundsojmë edhe kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata me origjinë nga Kosova dhe nga profesionistët ushtarak të Shqipërisë që të shërbejnë në forcën e sigurisë Kosovës, ku synimi ynë që deri në fund mandatit 411 gra e vajza që sot që po flasim shërbejnë në forcën e sigurisë Kosovës, ky numër të rritet për 2 herë gjys dhe ta kaloj shifrën prej 1000. Të dashur qytetarë të Ferizaj, ju po e shihni këtu ko pas kohe flet votimin. Flet votimin me numrin 116 e keni lëvizjen vetëvendosje, ku brenda janë edhe partnerët tonë, Partia Guzo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, por gjithë bashkë kemi 110 kandidatë. Ai numri 116 është numri i duhur. Anë këtë anën e djathtë, cili do është numri i duhur, por votoni për 10. Më pak bën, më shumë nuk bën, mas mirëti 10. E ju këtu në Ferizaj i keni tashmë 10 kandidatë në listën tonë. Lejoni që para jush të lexoj numrin dhe emrin 10 kandidatëve në listën e vetëvendosjes nga Ferizaj. Me numër 6, Hekuran Murati. Me numër 22, Dimal Basha. Me numër 37, Enver Haliti. Me numër 40, Adelina Grainca. Me numër 56, Valon Ramadani. Me numër 58, Krenare Qerkini. Me numër 62, Vigan Qorolli. Me numër 63, Shqipe Metaj Isufi. Me numër 102, Alban Bajrami. Dhe me numër 107, Shqipe Jashari. Të dashur qytetarë të Ferizajt, mos e lini asgjë të dielën e 7 qershorit, mos bëni plane për shku jashtë Kosovës në ikund, sepse me 15 minuta kohë deri në vendvotim i fitoni 4 vjet me mirëqenie e dinjitet, me integritet e sovranitet, me zhvillim e me përparim, se na keni neve e na keni juve, sepse ne angazhohemi për një shtet për krejt, andaj me 7 qershor, krejt për shtet, numër 116, në vizja vetëvendosje që t'ja pikën. Dhe besoj e keni po, qyshë sikur në zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe në zgjedhjet e 7 qershorit, në ro numri njëjt 116. Ky numri 116 nuk përndohet. Dhe
para se të një të dubim, të e shiku kalendarin, qeveria jonë, e cila është votuar me 11 shkurt, e ka marrë detyren me 12 shkurt. Dhe a dini qka? Me 7 qershor, na bëhen 116 ditë kësaj qeverie. Merreni me vend. Nuk po na ndohet numri 116. Andaj, me 7 qershor, krejt që kanë të drejt vote, edhe ata që i bojnë 18 vjetë qatë ditë, dhe ata që i kanë 88-a, 98-a, 116-a, sa e keni matë moshmin këtu në Ferizaj, dilni, votoni, i madhe i vogël, gra e burra, pleshe tri, me kushërita vërtet lartë, doja, tezet, hallat, agjallort, sepse, nëse 51.1% me 28 dhjetor, kur erdhë viti i ri 3 ditë para kohe, nuk ju ka dalë boll, atëhere 16% me 7 qershor, që dy orë kalendarisht e parasenar, vera, unë jam i bindur që kam ju dalë boll. Faleminderit shumë për gjithë mbështetjen e përkrajen, e miru pafshim takime e tubime, drejt edhe një fitore historike për numrin 116, lëvizjen tuaj vetëvendosje dhe mbar Republikën e Kosovës, një shtet për krejt, prandaj krejt për shtet, aman, 7 qershor, që t'ja pikën 116. Faleminderit.